parlamentare. O të harani është pikluese të konstatojmë një fakt shumë të ditur, fakt notarial që edhe adoleshentët e dinë. Kjo qeveri, përkatësisht kjo shumicë parlamentare nuk angazhoi trupat mbikëqyrjes së procesit në tribunalin special në Hagë. Nuk angazhoi organizata ndërkombëtare që merren me të drejtat dhe liritë themelore të njerëzit për të zvarkuar direkt në mbikëqyrjen e procesit. Nuk e masovizoi këtë çështje një lumë shkeljesh drejtave dhe lirive themelore të njerëzit mbi komponentën e cilit sot ekziston kjo Republike e jona. Nuk angazhoi askën, nuk bisedoi kori diplomatik me asnjë media atje. Domethënë thjesht gjykoi që ish presidenti i Kosovës, zoti Thaçi, ai që shpalli pavarësinë e këtij vendi, le të pajtohen e të shmenden ata që pranojnë këtë fat. Ai ka qenë figurë historike. Zoti Veseli, po ashtu Selimi, Krasniqi dhe gjithë të tjerët. Atje nuk po përballen individualisht. Më besoni atje në fazën që jemi është duke u bërë përpjekje që demarkohet dhe kryengritja më lavdishme e UÇK-s për t'i dhënë një kaje tjetër asaj kryengritje. Jo fisnike çfarë kishte, jo për të mbrojtur popullatën civile, sepse UÇK kishte mision dhe humanitar në terren duke mbrojtur qindra mijëra civil në përmarrjet e Kosovës nga tirania e Miloševićit. Dhe Milan Drecun në deklaratë publike dhe Vukčević, gjithë Serbia sot është në festë. Po thonë, ja kemi arritur qëllimin që përmes dëshmitarëve që kemi prodhuar dhe që janë arrestuar disa së fundi dhe në Kosovë dhe më herët, ja kemi arritur qëllimin që UÇK-n atje ta shohim si një organizatë e përbashkët kriminale, që nuk ka bërë për liri, po a janë në rregull më këta njerëz. Çfarë po ndodh? Edhe mund t'ja mbashi natin zoti Thaçi, pafundësisht. Por lutem, nuk është pjekuri shtetërore e as kombëtare, një lëvizje, kryengritje, kaq qëllimir për lirinë e popullit tonë, ta lejon që të deformohet siç po e shohim edhe nga observues të sistemit drejtësisë. Trupi gjykues atje është bërë palë me prokurorinë, është bërë palë, i ka marrë të gjitha provat që i ka thënë Serbia bija. Di çfarë do të thonë kjo? A përdit? Berisha, një ndërprerje. Si mas luftës kjo. A përdita? Po, Berisha, po. I kisha një pyetje. Një shkurt e kam. Kjo që ka pëndodhë me gjykatën speciale është një asimetri, një paralele për malë. është njësoj, besoni, ajo që beshojmë, njësoj si pas luftës të dytë botërore të bëjë një gjykatë kundër hebrejve, e nazistët ta shërbejnë trupin gjykues me prova materiale. Kjo është e vërteta çfarë pëndodhë. Berisha, a mendoni se deputetët janë të vetëdijshëm prej ka po synohet të zhvendoset agjenda e vëmendjes, themi kështu? Po besoj se po, janë të vetëdijshëm, por... E atëherë kujt i kontribuojnë me veprimet e tyre? Unë jam, prandaj, unë po e them këtë, nuk e di konstruksionin politik çfarë po bëjnë, se çfarë po bën zoti Kurti po e shohim, u konfirmua edhe sot. Unë tha po punoj, ai që nuk po punon është kuvendi i Kosovës. Imagjino, domethënë, por nuk mund të shet këto deklarata si deklarata të sakta për ta përshkruar realitetin. E vërteta është që ai në fakt ka vendosur pozicionin e tij në një spikan politik duke mos lëshuar jo se s'ka nevojë të lëshoj për asgjë, po Kurti në gjykimin tim nuk po don pushtet të konstituar. Po ta donte një kuvend të konstituar, një qeveri të konstituar, kjo punë do të kryej moti, por Kurti nuk është dashamirës e dialogut përfundimisht. Që opozita është pikë e fes, që nuk ka kauz, që nuk e ka idenë që ka më bënd, sidomos PD